Falenderoj gazetarin Klodian Froku që ka vizituar pra panajirin e edukimit dhe na solli këtë kronik mjaft të vyer për të informuar më shumë rreth këtij aktiviteti. Do të flasim për destinacionet turistike Xhasula, je gati? Më në fund. Edhe vijnë guida shumë cilësore në tregun shqiptar që na orientojnë në ato risi edhe në vende që mund të kemi vizituar shpesh, por që nuk i kemi parë me vëmendje dhe aty zbulohen jo vetëm copza të bukurisë natyrore shqiptare, por po aq edhe një lloj turizmi, si thua, kulturor, që mirë do të ishte ta bënim sepse ne kemi vende shumë të veçanta dhe histori shumë të bukur. Për të kuptuar më shumë për të gjitha këto sugjerime, sidomos në këtë prag vere, kam të ftuar në studio gazetaren e turizmit, Flora Baba. Mirëmëngjes. Falenderoj shumë. Mirë se vini. Takohemi sërish në fakt në këtë edicion të Mirë se vjem, sepse ka shumë për të folur për turizmin, që është e vërteta. Në fakt ashtu është, ka shumë për të folur për turizmin dhe shumë mirë bëjmë që flasim, sepse pjesa e kulturës turistike, në fakt nuk është se nuk po lëvrohet. Do thotë, bëhen shumë programe për turizmin, ofrohen destinacione, bëhen reportazhe, dhe fakti që këto janë shtuar edhe nga mediat shqiptare shumë pozitive, për shkak se u bë kohë tani që edhe mediat e huaja bëjnë goxha materiale për ne duke se jemi edhe një destinacion i pasbuluar për shumë të huaj, dhe shumë interesant. Sigurisht, megjithatë. Unë kam një nga butimet tuaja që është Tirana Guide, është në fakt versioni i xhepit, siç mund ta quajmë, pra pocket, që mund të mbahet me vete pa ndonjë problem të madh dhe mund t'ju orientoj në kryeqytet, të paktën se ku të shkoni, cilat janë vendet më të mira për edhe nga pikpamja gastronomike, po aq edhe historike e kështu me radhë. Duke qenë edicioni i 10, është edicioni i 10. Po, Tirana Guide ka ditëlindjen, po themi në këtë vit, në këtë pranverë, dhe është përfshirë sigurisht aty edhe destinacioni më i ri, po themi turistik, i cili është Bunkarti, sepse duke qenë se edhe eksperimenti që u bë pra me Bunkartin, hapja e një muzeu që kishte të bënte me historinë e komunizmit, zgjoj shumë interes edhe tek të huajt edhe tek shqiptarët, pra ka pasur një boom të madh vizitorësh. Tani ata po planifikojnë për hapjen e dytë derisa sigurisht të shtrohen, po themi, platformat për ta bërë për herë të vizitueshëm, pra të vizitueshëm në mënyrë permanente. Dhe kjo është ajo që zgjon interes sepse Bunkarti ka të bëjë edhe me historinë e komunizmit, por edhe me një destinacion të ri që ndoshta na shërben për të parë me të njëjtin sy edhe këto sitet në thonjza të tjera komuniste, si që është Burgu i Spaçit, ose ku diun vende ku kanë qenë kampet e mëdha të internimit. Pra mund të kthehen në destinacione që bota sot i quan në turizmi i zi. Jo, dhe ato në fakt mbeten të rëndësishme edhe për të ardhmen tonë, nëse duke kuptuar të shkuar, duke parë të shkuarën ne, të paktën ngjarje të këtilla, mirë do të ishte që të mos i rikthehemi në histori. Që Brezi i sotëm nuk e njeh pothuajse fare historinë. E vetmja gjë që ata mund të fiksojnë janë filmat shqiptar që shikojnë her pas here në gjithsesi kanë patur një lloj propagande. Po pra që është çështja e propagandës, pra nuk është larg historisë së vërtetë që duhet të dinë Brezi i 20 vjeçarëve të sotëm, po pse jo edhe i 30 vjeçarëve të sotëm që atëherë kanë qenë shumë të vegjël dhe ndoshta nuk e kuptonin akoma se si evolon. Nga botimet Blue Editions vjen përveç guidës që unë kam në dorë, vjen edhe një revistë që e keni ju, Travel, që titullohet, pra udhëtim të udhëtosh, dhe vjen një herë në 3 muaj. Kjo vjen një në çdo 3 muaj, por numri i parë i vitit, i cili është publikuar në mars, ka publikuar 10 destinacionet më të mira shqiptare që ne këtë vit zgjodhëm t'i sjellim të gjitha nga natyra. Dhe jo më kot, sepse duke qenë se po i kthehemi pak natyrës, moratoriumi ka bërë, po themi efektin e tij. Foton tingëllon gati se ato dokumentarët e mirëfill të BBC-s ku ata gjithmonë vizitojnë këto vendet që kanë një florë dhe një faunë shumë të pasur. Po, është shumë e vërtetë. Por në fakt është në Shqipëri kopertina. Po, edhe është në Shqipëri kopertina dhe është pikërisht në lagunën e Nartës. Pra, këto flamingot që ju shikoni këtu, që duket sikur i shikon në ato dokumentarët e natyrës që thua ti Blet, janë në lagunën e Nartës dhe mund t'i vizitojë çdo kush. Mjafton që të ketë një palë dylbi me vete dhe sigurisht zbatoj rregullat e parkut, pra për një farë largësie o distance që duhet të respektohet, pra që mos shqetësojnë zogjt, edhe që është pa diskutim një prej atraksioneve më të reja që ne kemi ofruar si vjet, edhe që quhet në fakt në gjuhën ndërkombëtare, ky lloj turizmi quhet bird watching, dhe në Shqip ne kemi përkthyer vëzhgimi i zogjve ose kundrimi i shpendëve, sepse në fakt të vëzhgosh duket sikur ti po e studion, kurse kundrimi është ajo që t'jep kënaqësinë
që ti t'i shikosh zogjtë, të knaqesh edhe të kundrosh pra se si jetojnë ata në habitatin e tyre, kudo në për lagunat e Shqipërisë, pra duke filluar që nga veriu e deri në jug të Shqipërisë, sepse shqyr ne kemi të pasur bregdetin me laguna. Këtu jemi në Shirok, për shembull, që dhe Shiroka është goxha e pasur. Ja dhe mënyra e gatimit tradicional shqiptar. Unë do doja që të rreshtonim me një shpejtësi drite që të mos i ham kohën programit, numrin e destinacioneve ose listën e destinacioneve që ne kemi shpallur për si vjet, që janë risi, pra që janë destinacione të reja dhe destinacione të vjetra, që do të thotë destinacione në të cilat njerëzit kanë qenë më përpara, por të parë me një sy tjetër. Dhe për shembull Trekëndshi, Vjos, Nardë, Zvërnec, nuk është problemi se nuk është i njohur, por tani mund ta frekuentoni pikërisht pra për kundrimin e shpendëve, që është një arsye shumë e mirë dhe pjesa tjetër pastaj e frekuentimit të këtij destinacioni i mbetet shijimit natyrës, piknikëve në natyrë, ecjeve të gjata, shëtitjeve me varg, po jemi pak përshtatës në kam përshtypjen, apo si jemi? Kemi filluar të mos jemi më. Kemi filluar të mos jemi më. Kemi filluar të mos jemi më, sepse për shembull ne ishim e diel? Po, pardje, të dielën. Po, ishim në kepin e Rodonit. Përpos pjesës së ndotjes madhe që ka dhe që nuk po flasim sot për këtë pjesë, që të mos prishim rrjedhën e emisionit. Shihen e mirë që po na japin këto botimet tuaja. Është natyrë e mrekullueshme, ne i kemi thënë kepit të Rodonit det, natyrë dhe histori, sepse i ka të treja bashkë të ndërthurura. Pra kisha e kepit të Rodonit dhe kalaja e Skënderbeut janë një arsye shumë e fortë që të vizitohet si turizëm kulturor. Natyra, makjet mesdhetare, pyjet dhe po themi ato pjesët e shkurreve përmes të cilave ti duhet qash për të shkuar në Kalan e Skënderbeut, janë shtigjet mrekullueshme që janë perfekte për hiking. Pjesa e detit pastaj që kepi Rodonit e ka të thyer pra diçka midis rërës, bregut me zall ose me konglomerat, me shkëmbin konglomerat, është një mrekullim vete e cila është shumë bukur të vizitohet edhe me këmbë, pra ta përshkosh me këmbë, por edhe pastaj me varka, me shëtitje, me not, me si të doni, pra me të gjitha mënyrat, sepse është një destinacion fantastik, perfekt për pranverë, kështu që me qenë se ishim te kjo. Coman Fiers është një itinerar që të huajt e kanë cilësuar një prej itinerarëve më të bukura në Europë. Për shkak të thyerjeve që ka krijuar pra lumi dikur shumë i drinit që është kthyer në liqen, edhe që përveç transportit që të çon pra nga Komani në Tropoj, shërben edhe për shëtitje turistike, të cilat tashmë zhvillohen, pra ofrohen. Prandaj këto destinacione i kemi ofruar kështu sepse janë të arritshme. Dikush ju çon atje, nuk është se ne thjesht i ofrojmë. Mund të organizuar. Po, janë të organizuar, pra mund të shkoni në mënyrë të organizuar, mund të shkoni edhe në mënyrë individuale, por ka se kush ju çon atje. Përmeti është një zbulim më vete, është një destinacion i cili, ashtu siç vetë ata kanë nxjerrë sloganin e tyre, na mungon vetëm deti. Pra, kemi gjithçka tjetër përveç detit që do të thotë natyrë, kulturë, histori, aventurë, pyje, parqe kombëtare, kanionet e mrekullueshme të Lengaricës, të cilat tani frekuentohen jo më vetëm për ecje, por edhe për rafting pjesë, pra aty ku janë të mbushura. E Përmeti në vetë është një qytet unë e dua shumë fort, e kam vizituar pas here edhe për arsye profesionale. Po, dhe është një qytet që është mirë mbajtur gjatë gjithë këtyre viteve. Po, kjo është e vërtetë. Është një qytet i vogël, nuk janë bërë ndërtime, pra nuk është prishur, është përpjekur që të ruhet arkitektura, pastër, ato lulet vazhdojnë është i bukur, po, është e vërtetë, është një qytet i vogël i mirë mbajtur, por me një natyrë rrethuese shumë të madhe, pra shumë më të madhe se vetë qyteti. Ne kemi ofruar një tur që quhet Albania North Tour, ose itinerari i madh i veriut, i cili në fakt përfshin një itinerar që mund t'i themi Tiranë, Rubik, Koman, Fiers, Bajramcuri, Valbon, Lur, Thedh, Bog, Razëm, Shkodër dhe kthimi në Tiranë. Pra, është një itinerar 6 ditor, i cili ofrohet për gjithë adhuruesit e natyrës, që të shijojnë ditë të tëra në shëtitjet me varka, në ecjet në përmale, në përshtigje, të vizitojnë liqenet e Lurës, të vizitojnë Razmën e mrekullueshme. Pra, ka një larmi, relievi dhe ditësh, të cilat do të shijohen maksimum, mund ta quani edhe udhëtimin e jetës, nëse doni. Pastaj, zbulimi i vitit është parku Shebenik Jablanic. Nuk e di, a keni dëgjuar juve? Për parkun Shebenik Jablanic, që ndodhet në rrethin e Librazhdit. Është midis Dibrës dhe Elbasanit, pra në kufi
me Dibrën, dhe qendra e fshatit është Stebleva, një fshat shumë i bukur, i cili ka edhe tradita, sepse aty zhvillohen disa festa në vit, në cilat pra gjatë ditëve të këtyre festave mund të shkoni ta vizitoni parkun dhe është vërtet interesante, përveç natyrës mrekullueshme dhe fare të pasbuluar që ka parku, është një ndër parqet kombëtare më të reja në Shqipëri, i cili vlen të vizitohet. Vlen vërtet vizitohet sepse është interesant. Pastaj kemi ofruar Riviera Grand Tour, ose turin e madh të jugit, i cili ofron një, po themi, një itinerar të gjatë nga Zvërneci, pra nga rrëza e Vlorës, po themi, deri në Himar, pra përgjatë Karaburunit në këmbë. Është një itinerar interesant i cili ka filluar të bëhet nga këto grupet e natyrës, të cilat marrin çantat e shpinës me vete, mbathin atletet edhe i futen pyjeve të Karaburunit. Sigurisht ndalesat janë në përgjirjet e mrekullueshme që Karaburuni ka. Që po zbulohen së fundi, se deri te Karaburuni nuk ka qenë një destinacion. Gjirin e Gramës, gjirin e Ariut etj. Nuk po i përmend gjitha. Mund të vizitojnë shpellën e Haxhi Alis, mund të vizitojnë shpellën e Piratëve, e cila është në Dhërmi. Dhe gjithë ky tur mund të zhvillohet edhe ky pjesë, pra pjesërisht duke bërë shëtitje me anije ose duke bërë shëtitje me skaf, edhe pjesë në këmbë, pra duke përshkuar gjithë pjesën e Karaburunit, pra jo për t'i dalë nga llogaraja aty ku bëhet itinerari i zakonshëm i makinave, por përgjatë natyrës. Tani destinacioni i jugut është ndër destinacionet kryesorë të paktën në periudhën e verës. Është shumë normale që të jetë kështu. Natyra është e mrekullueshme, por dhe ajo është dëmtuar edhe në jug. Është shumë e vërtetë. Edhe në det, nëse ti bën zhytje, she pak gjallësa, ka pak çka për të parë. Pak çka, është shumë e vërtetë. Çfarë po bëhet në këtë drejtim? Me aq sa jeni ju ndjeni të paktën me institucionet që kanë përgjegjësinë direkte për të ndaluar peshkimin me dinamit, peshkimin e jashtëligjshme, po aq edhe gjuetin jashtë sezonit e kështu me radhë. Atëherë, sa po e ruajnë natyrën? Moratoriumi i gjuetisë, që është bërë kryesisht për parqet kombëtare, për sepse aty është, po themi, qëndrimi më i madh. Është përpjekur, ndoshta nuk ja del dot deri në fund, sepse Shqipëria ende nuk ka asnjë infrastrukturë të tillë të madhe mbrojtëse, asnjë staf që ta menaxhojë këtë gjë. Ka shembuj të mrekullueshëm, një prej tyre është Parku i Divjakës, për shembull, i cili ka pasur efektet e veta të menjëhershme nga ndalimi i moratoriumit. Për pjesën detare, unë paktën nga informacionet që kam nuk di tani që të ketë më masakra të tilla, pra gjuajtjet me dinamit etj. Në mos janë, po themi, axeruar, pra zhdukur plotësisht. Të paktën është ulur numri. Është ulur ndjeshëm, po themi, kjo lloj gjuetie në pamundësi për ta kontrolluar 100%. Them se vetë këta janë tërhequr, pra janë ndërgjegjësuar. Abuzuesit diku janë ndërgjegjësuar dhe diku janë të friksuar, sepse në qoftë se kapesh, sanksionet janë shumë të rënda. Pra nuk llogaritet më burgu, por llogaritet vërtet një, po themi, një marrje e tillë masash e cila nuk të trëm, do thotë të tërheq. Pra nuk je më i stimuluar nga sasia e peshkut që ti do zësh me dinamit, po themi. Kështu që edhe vetë këta lloj peshkatarësh në thonjza e kanë kuptuar që nuk ke se çfarë i merr më detit përderisa nuk e ke lënë të rigjallërohet. Pra duhet lënë që të rigjallërohet sepse s'kishte më as se çfarë linte. Megjithatë, guxuesit më të mëdhenj që janë zhytësit, pra për të shijuar Rivierën shqiptare edhe në këtë formë, në formë nënujore, ne e kemi ofruar vjetë si destinacion pjesën e Rivierës nënujore. Mund të shfrytëzohet gjithë Riviera, duke filluar që nga Sazani, barriera koralore midis Sazanit dhe Karaburunit për shembull, është e prekur, pa diskutim, është e dëmtuar, por aty ke çfarë shikon. Në qoftë se do zhytesh në thellësi, ka grupe zhytësish që janë kryesisht profesionistë, sepse është e vështirë që të zhytesh në qoftë se nuk je profesionist, duhen pajisjet e duhura dhe instruksionet e duhura. Po a kanë guxim shqiptarët që ta ndërmarrin? Po, sepse numri nuk është i madh, pra nuk është një numër i cili mund të ndikojë, po themi, në aplikimin e këtij sporti si dobi prurës, pra si fitim prurës për pjesën e turizmit, ama në qoftë se fillojnë të grupe, kjo bëhet tendencë, edhe fillon e frekuentohet siç ndodh rëndom në Shqipëri, fillimisht nga të huajt, të cilët pastaj na japin si shembull edhe i kthehen edhe shqiptarët. Por ka grupe, për shembull Albania Adventure, është një kompani e cila aplikon zhytje,
edhe i ofron edhe me instruksion, që do të thot edhe nëse ti nuk je një zhytës profesionist, i mësuar prej tyre me, po themi 4-5 instruksionet e para si amator, mund ta shijosh në ujin e Shqipërisë, i cili po pasurohet, duhet shumë kohë, sepse deti zhvillohet shumë herë më ngadalë, pra bota ujore zhvillohet shumë herë më ngadalë se sa bota e mbi ujore. Ju me shumë gjasa do vijoni me destinacionet e tjera, po ndua të qëndroj edhe pak tek jugu. Ne cekëm që në fillim programit, edhe me Xhasullin dhe me Enin, problemin e madh që qëndron në Shqipëri e para me vendosjen e yjeve, që çdo biznesmen ja ka dhënë sipas dëshirës tij dhe po bëhet ligji i ri për fat të mirë. Po projektohet ligji i ri. Dhe shumë që kanë marrë në mos gaboj një agjenci të huaj për ta bërë verifikimin dhe vendosjen e jo sepse nuk mund bëhen në Shqipëri, por do ishte gjithmonë relative, sepse do ishte e vështirë që të mos ndërhyhej. Po sigurisht, abuzimi do ishte, shkalla e abuzimit do ishte shumë e lartë, kështu që më mirë që është një agjenci e huaj. Si thua, është dhe një lloj kontrolli të pjesës financiare, për atë mënyrë se si ne paguajmë të shumave që paguajmë. Po patjetër, sepse nëse ti paguan çmimin si në një hotel me 5 yje, i cili 5 yjet mund të ketë vetëm në tabelë, duhen shumë kritere. Ne kemi botuar qysh në numrin 2 ose 3 të revistës Travel një artikull mbi rankimin e yjeve, pra mbi rreshtimin, se çfarë kriteresh duhet plotësoj një hotel ose një resort që të ketë pra të jetë i kategorizuar me yje ashtu siç janë standardet ndërkombëtare, sepse standardet ndërkombëtare të yjeve janë të njehsuara në të gjithë botën. Do të thotë, kudo që ti të shkosh në Shqipëri apo në Tajland apo në New York, një hotel me 2 yje është një hotel me 2 yje dhe një hotel me 5 yje është një hotel me 5 yje. Në Shqipëri ka pak hotele, janë hotelet kryesore që njihen tashmë, që i kanë aplikuar dhe i ofrojnë pra këto standarde në bazë të yjeve, sepse aty zhvillohet aktiviteti më i madh turistik i Shqipërisë, i biznesit, pra që turizmi i biznesit është në një farë mënyrë ai që zhvillohet nëpër hotelet e mëdha, dhe këta janë hotele që i aplikojnë aktualisht vetë. Pra ka hotele të licencuara në Shqipëri që i respektojnë vetë këto standarde, duke njohur edhe pjesën e konkurenca është e pandershme, sepse po sigurisht se prandaj po bëhet ligji i turizmit që të eliminojë konkurrencën e pandershme. Dhe ti nuk ke mundësinë, sepse jashtë kam vënë re që ti vërtet mund të zgjedhësh një hotel me 5 yje dhe ke para, do të shkosh atje, do luksin, do komoditetin, të gjithë mënyrën se si të ofrohet shërbimi. Por ama ke dhe versionet të tjera më të lira ku paguan shumë herë më pak. Duke që në Shqipëri nuk ekziston kjo gjë, është pothuajse inekzistente. Po prandaj po bëhet ligji i turizmit, sepse njerëzit i vënë yjet vet, edhe njësojnë dhe çmimet. Ata kujtojnë se një dhomë mobiluar me luks është yje. Në fakt, nëse ti aty brenda nuk ke shapka apo pas dëmbësh apo shampo, kjo do të thotë që ti nuk i ke këto yje dhe nuk ka rëndësi nëse mbulesa jote ka kushtuar 300.000 lekë apo ka kushtuar 50.000 lekë. Kështu që dhe ka dhe një problem të madh, mënyra se si na drejtohen në shumë restorante lë shumë për dëshiruar. Kjo pastaj i përket shërbimit, që do të thotë ku duhet nuk do duhet të ndërgjegjësoheshin këta njerëz që investojnë kaq shumë para në bizneset e tyre që të na ofrojnë një shërbim më qytetëror. Ajo që çalon shumë në Shqipëri është, por që prap ka filluar që të ndreqet, po themi, sepse janë këto restorantet me natyrë tradicionale, të cilat po përpiqen t'i kthehen traditës, pikërisht për të shkuar sa më pranë autentikes, të cilën e pëlqejnë turistët e huaj. Pra kush e ka kuptuar këtë, po përpiqet dhe po ndërton një biznes të suksesshëm. Ndërkohë që restorantet luksoze të tipit kuzhinë evropiane, italiane, angleze, franceze, si dhe pica me furrë druri, ky është një miks i cili pak ekziston nëpër botë. Do të thotë, nëse ti ke një restorant i cili ofron këtë lloj kuzhine ose 2 lloje kuzhine, nëse ke një pizzeri dhe nëse ke një restorant me kuzhinë tradicionale, ajo është një kuzhinë tradicionale e cila nuk përzihet më me kuzhinën, apo një restorant mishi nuk mund të jetë edhe mishi edhe peshku. Mund të jetë, por duhet t'i ofroj këto në mënyrë specifike. Pra të ketë një lloj specialiteti të tij. Po sigurisht, pra duhet të ketë një lloj profili, nuk, domethënë, në përgjithësi, në Shqipëri restorantet janë të përzierë, pra ofrojnë gjithçka nga pak dhe asnjëra nuk ofrohet ashtu siç duhet. Kurse pjesa e shërbimit, pastaj ku shumica e tyre çalojnë, kam përshtypjen që edhe faji i tyre plotësisht nuk është sepse nuk ka në Shqipëri. Pra, tani po fillon të formohet brezi i ri i profesionistëve, të cilët do profilizohen në shërbimin e restoranteve, në shërbimin e hoteleve dhe në shërbimin e, po themi, sektoreve të tjera turistike, që edhe një guest house apo një bujtin duhet të di si t'i shërbej turistit, sepse vërtet ti po ofron shërbimin e një shtëpie pritse. Ama nuk jemi vërtet në shtëpi, jemi në një shtëpi pritse e cila do të ketë dhe natyrë turistike.
Kështu që këto po fillojnë të profilizohen avash edhe Për fat dua të mirë, kohën e tyre. për Për fat fat të mirë. mirë, diçka po fillon, pra bërthamat e këtyre kam përshtypjen se janë krijuar edhe tani po zhvillohen. Se sa kohë na duhet të zhvillohemi? Kjo pastaj është çështje Është tjetër, por diskutueshme kjo. ne shqiptarët e kemi zakon që vrapojmë në një E drejtë. Megjithatë, ne i vëmë re këto gjëra. Unë shoh të huaj që janë shumë praktik, nuk e mendojnë fare këtë pjesë. Aty mjafton që ti çosh pjatën, të shijoj atë drekën e mirë, të shishme. Bledi e kanë kaluar ata periudhën e luksit. Do të thotë, Po, nëse ti shumë shikon drejt. tani të huaj që vinë këtu me rulot dhe nuk e kanë problem Me luksin. çadra, me rulot, nuk Po, e e kanë vrasin mend. shijuar Dua vetëm pjesën e çirën rezorteve, të kroçerave që ne të Shqipërisë po e zbulojmë tani dhe akoma nuk jemi të ngopur me këtë pjesë, pra duam ta shijojmë luksin. Ata kanë dekada që e kanë kaluar dhe po i kthehen tani tokës, natyrës, traditës, shijimit të thjeshtës, sepse ndërlikimit dhe OMG-t nëpër supermarkete kanë arritur kulmin, teknologjia po na çon në hën, nesër ndoshta do vinë na shërben robotët dhe këto janë një tejngopje nga e cila ndoshta edhe ne shqiptarët kemi filluar të prekemi, sepse ka shumë grupe njerëzish tani që po përpiqen të kthehen pikërisht kësaj tradicionales. Pra restoranteve ku hahet mirë, por nuk ka rëndësi se si është imobiluar. Kështu që na duhet kohë që të shkojmë deri aty. Dal nga dal do shkojmë. Destinacionet Ne e tjera. kemi dhe 4 destinacionet Po. pas zbuluar akoma. Unë pash që në mbulimin me foto i kemi kaluar thuajse të gjitha. Shirok Zogaj është një itinerar që besoj se kush ka qenë Shkodër e ka bërë një xhiro edhe deri në Shirok, por mund të shijohen bukuritë e liçenit, peshku i famshëm, tava e krapit, apo qevulli në Tjegull, mund të shijohet fshati Zogaj, i cili ka një traditë shumë të mirë në Tesgjavë, në thurën e qilimave, apo edhe në traditën e prodhimeve të mjaltit, të bimëve mjekësore etj. Mund të shijohen duke bërë një xhiro me biçikletë. Përgjatë gjithë rrugës, e cila tani është edhe është shtruar, pra është bërë shumë e mirë. Është bërë edhe një trotuar shoqërues deri në Shirok, pra mund shijohet edhe në këmbë duke bërë një shëtitje shumë të bukur. Është një destinacion i cili vlen të shijohet kryesisht në pranverë, por kjo nuk do të thotë që gjatë gjithë verës, ku është edhe liçeni i cili ju pret për të bërë plazh, të mos shijohet Shiroka dhe Zogaj është një destinacion shumë i bukur. Kun Vajini pastaj, jemi prap tek kundrimi i shpendëve, është një kompleksitet lagunash, lëreni Shëngjinin, të jetoj kulmin edhe fluksin e tij të plazhit, edhe merrni në këmbë për nga laguna e Kunes për të bërë një shëtitje atje, ose pastaj kthehuni pa u futur në Lezhë në lagunën e Vajinit, e cila është një mrekulli e natyrës shqiptare, e cila ka filluar të ripërtërihet. Hollësishëm në guida po jo, në Sigurisht, revistë. përshkruen në revistë, edhe se si të shkoni, edhe se çfarë të bëni atje. Po kostot, si janë kostot pak a shumë? Atëherë, nuk është ndonjë kosto shumë e madhe, sepse ti duhet llogarisësh transportin deri në Lezhë, mund të shkosh me makinë nëse zgjedh zakonshme. versionin e organizuar, pra, guidën e Versionin organizuar. në guidën e organizuar, unë besoj se në një udhëtim 1 ditor apo në një udhëtim 2 ditor vajtje ardhje, një ditor mund të shkojë jo më shumë se 30-40.000 lekë të vjetra personi, në një udhëtim 2 ditor jo më shumë se 100.000 lekë vjetra personi, ku ti ke përfshira dhe vakte. Pra është një gjë e përballueshme dhe unë mendoj që përderisa këto grupet e të rinjve që frekuentojnë pikërisht këto lloj destinacionesh po shtohen, do të thotë që është një gjë e përballueshme. Fundi apo të mblidhni gjithë kafet e ditëve, 2-3 kafe në ditë që pini, ti mblidhni të gjitha në xhep dhe të shkoni një herë në javë në një udhëtim të tillë, nuk është keq. Puka është gjithashtu një destinacion, ne i kemi thënë qyteti i vogël me zemër të madhe, sepse është një qytet i vogël, por rreth e përqark natyra e Pukës me pyjet dhe ujvarat dhe me destinacionet natyrore që ka për të zbuluar, është vërtet një destinacion që nuk duhet lënë. Gjithashtu edhe Shishtaveci, një prej fshatrave më të bukur të Kukësit, i cili dimër-verë është një destinacion i frekuentueshëm për shkak se destinacioni Shishtaveci është një destinacion i mirë për të bërë ski në dimër, ai zhvillon një kampionat skish, por mund të frekuentohet pra edhe në verë si një fshat me natyrë shumë bukur. Kanë filluar aty të ngrihen shtëpitë para pritse për turistët, kështu që këto janë pak a shumë destinacionet që kemi ofruar për si vjet, që janë të gjitha nga natyra. Megjithatë, me guidën e Tiranës që ke në dorë, që ne kemi ofruar si vjet një rubrikë të re që quhet Natur Tours, për të zhvilluar ture natyrore në të gjitha rrethinat e Tiranës, në malin e Dajtit, në shpellën e Pëllumbasit, në liçenin e Sharkut, në Prezë, që nuk e di prapa keni dëgjuar për këtë pjesë, mund të shkoni në skuter, në krab, janë të gjitha... S'kam qenë, të them Nuk e qenë. Janë destinacione që vlen vizitohen me këmbë, pra mund të niseni
sigurisht me një transport deri në një farë rrugë, pra mund të shkoni deri në Jim, për shembull, pastaj të ngjiteni malit dhe të shkoni në shpellën e Pëllumbasit. Kështu që ka plot për të vizituar. Padyshim. Guida gjendet në gjitha pikat e shitjes. Në gjitha pikat e shitjes, në librari, revista gjithashtu, shpërndahet falas në zyrën e informacionit turistik. Në qoftë se nuk doni ta bleni ose nuk mundeni ta blini, shkoni në një agjenci të zakonshme turistike, kërkoni revistën Travel dhe uluni, shfletojeni sa të keni qejf. E kuptoj, dhe vjen në dy gjuhë, pra në shqip dhe në anglisht, padyshim Sigurisht vjen në dy sepse gjuhë. është me vlerë shumë të madhe edhe për të gjithë ata që vizitojnë Edhe për vendin turistët, tonë. edhe për të huajt që e janë të kërkojnë shumë nga faqet e internetit. Po. Edhe ta shijojmë natyrën, mbi të gjitha natyrën tonë, ta duam fort, ta mbrojmë sepse është shumë e rëndësishme. Do të thënë, ajo qasja e njeriut me natyrën është paqja është parajsa në tokë, të themi. Ju falenderoj shumë që ishit këtë mëngjes me ne. Falenderoj ty shumë që na thret, që na fton edhe që na bën të flasim për turizmin edhe për natyrën e Shqipërisë. Gjithnjë me kënaqësi më të madhe. Ishim për të dashur miq në këtë bisedë të drejtë për drejtë me gazetarin e turizmit Flora Baba për të folur për destinacione turistike dhe për gjitha ato risit pra në përsa i përket Shqipërisë për të vizituar sidomos gjatë periudhës së verës.